Si të zbardhni dhëmbët me vetëm 2 përbërës. Kjo recetë do ju befasoj. Zverdhja e dhëmbëve vjen si pasojë e stilit të jetesës, thonë stomatologët. Soda e bukës është një nga përbërësit më të mirë që ju mund të përdorni për zbardhjen e dhëmbëve. Limonët kanë aftësi zbardhuese dhe pastruese për dhëmbët. Përbërësit janë sodë buke, lëng limoni ose ujë. Përzieni lëngun e freskët të limonit ose ujin me disa lugë çaji, sodë buke. Përzieni të dyja derisa të formohet një pastë e mirëfillt. Fshiheni dhëmbët me një letër kuzhine dhe më pas fërkojeni me pastën duke përdorur një furçë dhëmbësh. Lëreni pastën në dhëmbë për 1 minutë. Më pas, shpëlajini me ujë të bollshëm për të shmangur ndonjë dëm potencial të aciditetit të mishrave të dhëmbëve. Nëse përdorni ujë në vend të lëngut të limonit, pastën mund ta mbani për deri në 3 minuta.